Analisti Andi Bushati ka braktisur studion e emisionit pa ekspozuarit nga Ylli Rakipi. Bushati ka qenë duke folur mbi përgjimin që SPAK i ka bërë gjykatës kushtetuese, por gjatë fjalës së tij ka ndërhyrë gazetarët Klodiana Lala dhe Ola Xama. Por ndërprerjet që ato i bën nuk i pëlqyen Bushatit, i cili pasi goditi tavolinën, u çua dhe u largua duke mos kursyer edhe fjalët "me kor histerik nuk flas dot, ikore p***o". Pjesë nga debati i nxehtë. Kur ka filluar përgjimi e kishte marrë vendimin, ky vendim u vonua të zbardhet, thot Bushati. Nuk thot këtë SPAK-u, ja kthen Lala. Ky është argumenti publik. Atë argumentim kanë te vendimi, do më lësh të mbaroj apo ta Bushati thret Rakipi. Me kor histerik nuk flas dot, o Bushat, ikore p***ik, publicitet të lutem. E mbyll debatin Rakipi. Po në studion e Rakipit, Bushati ka debatuar ashpër, edhe me demokratin Flamur Noka. Ky i fundit thot se opozita do t'i fitojë zgjedhjet, pasi për këtë po punon edhe strategu i fushatës së Trump, Chris LaCivita. Noka refuzoi idenë se zgjedhjet pak a shumë janë mbyllur dhe i ka rregulluar Edi Rama. Mirpo Bushati i bëri të ditur se Rama i ka ngrirë që tani votat e diasporës. Jeni 70 me 30 me rezultat në diasporë.